Menduan se fëmia kishte vdekur dhe e futën në 0 gradë Celsius. Një i porsalindur që besonin se nuk jetonte më e vendosën në një dhomë të ftohtë frigoriferi. Ka ndodhur në Kinë, në një spital. Një foshnjë lindi i parakohshëm dhe kishte probleme serioze. Në fakt, fëmia merrte frymë me vështirësi, por ajo që i bindi mjekët që nuk ishte më në jetë, ishte fakti që ai nuk qante. Ndaj, ata u përpoqën që ta ringjallnin, por më pas e shpallën të vdekur. E ëma u trondit shumë dhe me dhimbje e pranoi humbjen. Infermierët e mbështollën të voglin në një copë çarçafi, pastaj e vendosën në një kuti kartoni, e më pas, sipas procesit, e transferuan në një dhomë të ftohtë, me një temperaturë 0 gradë Celsius. E kështu, i mituri ndejti aty brenda në heshtje absolute, për më shumë se 10 orë. Askush nuk u afrua, askush nuk kontrolloi, sepse për të gjithçka kishte mbaruar. Por në mëngjes ndodhi mrekullia, diçka që i laqe të gjithë pa fjalë. Një infermiere, pasi hapi frigoriferin, dëgjoi një zë. Ishte një tingull që nuk duhej të dëgjojej aty brenda. Infermieres i ngriu gjaku nga frika. U kthye majtas djathtas, por nuk shihte asgjë. Zhurma ishte e vërtet. Dëgjojej shumë lehtë, por kuptoi që ishte një zë. E kështu ajo u përkul dhe hapi kutin. Kur shikon brenda kutis, i porsalinduri lëviste. Fëmia ishte gjallë. Ai merrte frymë lirisht, ndonse shumë ftohtë, ishte ende gjallë. Brenda pak minutash, i gjithë spitali u mobilizua. I mituri u dërgua me urgjencë në një repart të specializuar për një kujdes intensiv. Mjekët janë ende të tronditur dhe nuk e shpjegojnë faktin se si i porsalinduri mundi të jetonte 10 orë në frigorifer në -0. Do t'ju lutesha kush nuk e ka bërë, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju falemnderit që jemi për herë bashk, kalofshi një ditë bukur. Si është e mundur që të ishte ringjallur? Disa specialistë flasin për një fenomen ekstrem, por të dokumentueshëm. Te foshnjët e parakohshme, thon ata, metabolizmi mund të ngadalsohet deri në një pikë të afrimit me një gjendje letargjie, pra si një formë kome, kurse të tjerë mendojnë se kjo padyshim është një mrekulli. Lajmi u përhap në gjithë Kinën, tashmë në pjesën tjetër të botës. Nëna nuk u beson syve. Ajo ishte e bindur që fëmia e saj kishte vdekur dhe tani e sheh gjallë dhe e mban në krah. Sipas protokollit, shteti kinez ka nisur hetimet, megjithatë, fakti mbetet një mister që fëmia e shpallur i vdekur u rikthye në jetë. Ju, si e komentoni këtë rast? Keni dëgjuar më parë? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.